Shoqata për të drejtat e komunitetit rom dhe egjiptian mblodhi së bashku pjesëtar të këtij komuniteti në prag të festave të fundvitit. Përmes kontributit të disa individëve, por edhe shoqatave të ndryshme, në këtë organizim u përcollën këngë dhe valle. Qëllimi jonë është se gjithë festat që bëhen në fundvitit, edhe ne si organizatë kemi marrë përsipër, si to të bëjnë një aktivitet bukur fëmijëve tonë, me kënë se kanë festat e fundvitit, i falënderoj shumë. Se to fëmijët tonë të kenë një aktivitet gëzojnë gjithçka si festat e fundvitit që janë. Edhe unë kam marrë përsipër këtë punë, si kryetar shoqate që jam, për mi bëhet diçka qefin këtyre, se të janë familje që janë me nevojë shumë, janë fëmijë që kanë nevojë shumë, nuk kanë mbështetje për kërkuj, vetëm çarrie kërkoj unë në koordinator për mi bëhet qefin. Disa prej mbështetësve në këtë organizim bën gjithashtu thirrje për ndihmë ndaj këtyre komuniteteve. Japim kontributin ton, që jena dhe një pjesë, që japim ndihmën ton për fëmijët në nevojë si të komunitetit Roma, por çfarë do lloj komuniteti, sepse gjithmonë bëhet fjalë për fëmijë. Ftoj çdo person, çdo individ, çdo nanë, çdo familjare që me lënë sadopak kontributin e vet për fëmijët në nevojë. Normalisht edhe bizneset, shtetin, por në fundit e dina që nuk ka shteti që na bën ne, po jena ne që bëjmë shtetin. Kështu ftoj gjithkën sadopak me lënë kontributin e vet për fëmijët në nevojë.